Mirë se vini në Errësirë, vendi ku në fakt gjërat dalin në dritë. Bëni subscribe. Shqipëria shpesh njihet për bukuritë e saj natyrore, plazhet e kristalta dhe historinë e pasur, por ka shumë gjëra të rralla dhe të pazbuluara që pothuajse askush nuk i di. Nga gjuhët e fshehta tek malet që lëvizin dhe deri tek liçenet që ndryshojnë ngjyrën. A e dini t'ju se Shqipëria ka një gjuhë të fshehtë që përdoret vetëm nga disa komunitete? Shumica e njerëzve nuk e din këtë që në veri të Shqipërisë, veçanërisht në zonat e Dukagjinit dhe Malësisë së Madhe, ka një dialekt unik dhe një sistem fjalësh të koduara që përdoret nga banorët e vjetër për të komunikuar fshehurazi. Ky dialekt i rrallë ka mbjetuar për shekuj dhe përmban influenca nga latinishtja e lashtë, fjalë të mbetura nga periudha osmane dhe elemente të gjuhëve slave. Banorët e vjetër e përdorin për biseda që nuk duan t'i kuptojnë të huajt ose turistët, duke e bërë këtë një formë komunikimi të veçantë dhe misterioz. Disa studiues gjuhësor e konsiderojnë këtë një lloj gjuhe sekrete shqiptare që rrezikon të zhduket me brezat e rinj, sepse fëmijët nuk e mësojnë dot natyrshëm si dikur. Për ata që e zbulojnë, kjo gjuhë e fshehtë është një dritare drejt një kulture dhe mënyre të veçantë të jetesës që shumë pak njerëz e njohin. A e dini t'ju që Shqipëria ka male që ecin ngadalë çdo vit? Shumë pak njerëz e dinë se disa male në Shqipëri nuk janë thjesht male që shohim ne në hartë. Ato lëvizin me centimetra çdo vit. Mali i Tomorit dhe disa male të tjerë në veri dhe jug të vendit kanë pllaka shkëmbore që zhvendosen ngadalë për shkak të aktivitetit tektonik të ngadalt. Ky fenomen është i rrallë në botë dhe ka intriguar gjeologë të ndryshëm. Për shembull, shkëmbinjt mund të zhvendosen me 1 deri në 2 cm në vit, duke ndryshuar gradualisht formën e maleve dhe luginave. Për ata që nuk e dinë, ky duket i zakonshëm, por në fakt është një proces gjeologjik unik që tregon fuqinë dhe dinamizmin e natyrës shqiptare. Përveç aspektit shkencor, kjo i jep maleve një aurë misteri dhe nuk është çudi që disa legjenda lokale i lidhin këto male me ngjarje të pazbuluara ose me histori të mbartura brez pas brezi. Gjithashtu, a e dini t'ju që Shqipëria ka liçene që ndryshojnë ngjyrën në mënyrë natyrale? Edhe pse liçenet shqiptare janë të njohura për bukurinë e tyre, disa liçene të vegjël malor kanë një fenomen shumë të rrallë. Ndryshojnë ngjyrën natyrshëm gjatë vitit. Liçenet e Bovillës, Tropojës dhe disa liçene të fshehura në zonat malore mund të ndryshojnë me blu e thellë në jeshil apo gri, si rezultat i kombinimit të mineraleve, algave dhe rrymave të ujit që ndikojnë tek përqendrimi i pigmenteve natyral. Ky është një fenomen i rrallë gjeologjik dhe ekologjik që pak banor dhe turist e vënë re. Përveç bukurisë estetike, ky fenomen ka frymëzuar edhe legjenda lokale dhe tregime për ngjarje misterioze që ndodhin pranë këtyre liçeneve. Shumë pak njerëz e dinë që këto ndryshime ngjyrash janë të natyrshme dhe të parashikueshme për shkencëtarët. Por për syrin e zakonshëm duket si një mrekulli e fshehur. Pra Shqipëria nuk është vetëm me plazhet e njohura, me malin e Dajtit apo me qytetet historike. Ky vend fsheh mistere të rralla dhe të pazbuluara, gjuhë sekrete, male që ecin dhe liçene që ndryshojnë ngjyrë. Shumë pak njerëz i dinë këto gjëra dhe ato e bëjnë Shqipërinë një vend unik jo vetëm për turistët, por edhe për studiuesit dhe kuriozët e botës.